me kuvend. Po, faleminderit gjithëve, sa i përket çështjes për cilën jeni të interesuar. Tashmë pritet që grupi parlamentarive të vendosjes ta dërgojë në gjykatën kushtetuese lëndën që ndërlidhet me dekretin kushtetues të presidentes Osmani. Pres që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me ndjeshmërinë e çështjes dhe të marrë shpejt së pari mosën e përkohshme sepse pasojat do të jenë të pariparueshme. Prandaj le ta presim vendimin e gjykatës kushtetuese në raport me situatën aktuale. Në qoftë se nëse ka dekret për shpërndarje të kuvendit, kuvendi nuk mund të vazhdoj punën. Nëse gjykata kushtetuese do të marrë masë të përkohshme, natyrisht që rrethana do të ndryshojnë. Siç e dini, ne kemi shumë punë për të bërë. Kuvendi është konstituar në një kohë shumë të shpejtë pas certifikimit të rezultateve. Kemi arritur që të votojmë marrëveshje ndërkombëtare shumë të rëndësishme, shumë marrëveshje ndërkombëtare të tjera na presin. Në qoftë se kuvendi do të vazhdoj punën, kemi arritur që të votojmë buxhetin për vitin 2026. Vendimi i presidentes për të shpërndarë kuvendin për mua ka qenë befasi, sepse është jo kushtetues, është i ngutshëm dhe natyrisht që si të tillë do ta kundërshtoj edhe si kryetare e kuvendit. Ju e dini që Kushtetuta e Republikës së Kosovës parasheh rrethanat se kur shpërndahet kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë aspekt nuk ka asnjë rrethan që jep të drejtën presidentes që pa kaluar afati 60 ditor dhe pa dështuar në zgjedhjen e presidentit të vendit ta shpërndajë kuvendin e Republikës së Kosovës. Presidenta nuk është mbi kuvendin e Kosovës, prandaj mendoj që këtij vendimi nuk duhet t'i gëzohej asnjë deputet i kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse realisht është minim i punës së kuvendit dhe minim i institucionit të kuvendit të Republikës së Kosovës. Sa ditor nuk u përmend më herët për juve, në fakt keni thonë që nëse nuk ka deri me 5 mars shkojmë në zgjedhje. Në secilën paraqitje që unë kam pas, përfshirë edhe të tjerë të cilët unë i kam dëgjuar, ka pasur raste të cilat unë nuk kam arritur që t'i dëgjoj. Ne kemi thënë që janë 2 rrethana kur vendi shkon në zgjedhje në rastin e presidentit. E para kur kalojnë 60 ditë dhe ky nuk është rasti sepse nuk janë përmbushur 60 ditë, ne vetëm sa kemi nisur procedurat sepse kushtetuta i përmend me nisjen e procedurave për zgjedhjen e presidentit dhe në anën tjetër kur në raundin e tretë asnjëri kandidat nuk arrin që të marrë votat për të bërë president. Pra nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne, të lutem vetëm ta përfundoj, nuk ka një rrethan siç e kemi pasur ne ku nuk ka korum, sepse deputetët nuk e zbatojnë gjykimin e gjykatës kushtetuese që kërkon që t'jenë aty dhe në rast se nuk vinë seancë të arsyetojnë mungesën e tyre. Fjalët që unë i kam thënë në foltorën e kuvendit, gjithsesi gjatë kryesimit të kësaj seance, nuk janë fjalë të cilat i kam shkruar unë, janë gjykimi i gjykatës kushtetuese të cilën e kam lexuar në seancën për zgjedhjen e presidentit. Deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës mendoj që duhet t'i braktisin këto forma të tyre që pamundsojnë konstituimin e institucioneve. Ju e dini që situatën ngjashme kemi pasur edhe vitin e kaluar me rastin e mos konstituimit kuvendit, pastaj votimit qeverisë, por tash e nisëm mirë mbar, por ja që doli dekreti për shpërndarje të kuvendit dhe ne jemi në një situatë të tillë, edhe një herë thras gjykatën kushtetuese pa dashur që të kuptohet kjo si ndonjë ndërhyrje, por situatat aktuale janë të tilla që nevojitet vigjilencë, vëmendje, shpejtësi, profesionalizëm nga ana e gjykatës kushtetuese dhe natyrisht thras që të gjithë ta lënë gjykatën kushtetuese që ta bëj punën e saj, sepse jam e bindur që në rrethanat të tilla gjykata mund të vendoset në presione nga kushdo, prandaj është e rëndësishme që gjykata ta bëj punën sa më profesionale dhe sa më shpejt, sepse është e rëndësishme që kuvendi të vazhdoj punën. E ka përmendur edhe kryeministri unë atë ditë, pra kur u njoftova me dekretin për shpërndarje të kuvendit, për cilin nuk kam pasur asnjë informacion më herët si kryetare e kuvendit, të paktën është dashur që të konsultohem raport me një situatë të tillë. Unë kam në atë moment unë kam ngarkuar komisionin përkatës për buxhet që të merret me trajtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, nga të cilat Kosova përfiton shumë. Prandaj nuk e kuptoj këtë çështje, por thonë qytetarët apo thot populli që fundi i rikuptimson fillimin, prandaj le të presim dhe të shohim se çka do. Unë e përmenda se çfarë rrethana parasheh kushtetuta me
me rastin e shpërndarjes kuvendit, të gjitha argumentet tjera të detajuara, të argumentuara do të jenë në kërkesën që do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, po ashtu ju e dini shumë mirë që me ta ndërprer seancën më 5 mars, pra në ato orët e vona, unë jam drejtuar me njëherë gjykatës kushtetuese. Sepse deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës e kanë për obligim që të vinë në seancë, të votojnë për, kundër ose abstenim, por jo të mos vinë seancë dhe të flasin, si me thënë, nga jashtë, por është dashur që t'jenë të pranishëm dhe t'i marrin përgjegjësi gjykatën edhe kushtetuta, por edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese. Faleminderit edhe një herë. Që da, ka së më ta folja, ala dhe kemi vë pyjtë. As 4 sekonda, së më nështë me shpërgjoj. Hajde tash.